Shprehja thot se dashuria nuk njeh moshë. Megjithatë, kur bëhet fjalë për personazhet publike, diferenca në moshë vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara. Serioza Markov dhe Adelina Tahiri kanë plot 24 vite diferencë, por kjo nuk e ka penguar as pak historinë e tyre të dashurisë. Sot ata janë të martuar dhe prindër të një djali. Edhe Alketa Vejsiu, e njohur për diskrecionin që ruan dhe jetës private, ka një diferencë moshe prej 15 vitesh me partnerin e saj. Eni Koqi dhe Genc Prelvukaj ishin ndër çiftet më të komentuara në momenti kur bën publike lidhjen e tyre. Arsyeja kryesore ishte diferenca prej 15 vitesh në moshë, e cila nuk ka ndikuar as pak në marrëdhënien e tyre. Armina Mevlani dhe Shkelzen Berisha kanë 14 vite diferencë. Edhe pse kjo ka qenë shpesh objekt komentësh, çifti vazhdon të jetë më i dashuruar se kurrë. Një tjetër çift shumë i dashur për publikun është Andra Destani dhe Sinan Hoxha, të cilët i ndajnë plot 20 vite. Edhe Zajmina Vasjari dhe Klodi ka një diferencë prej 10 vitesh. Pas më shumë se 15 vitesh së bashku, ata kanë dëshmuar se mosha nuk është pengesë për një marrëdhënie të fortë. Çifti janë gjithashtu prindër të 2 fëmijëve. Ka edhe çifte të njohura ku partneri është më e madhe në moshë se partneri. Mes tyre janë Ermal Mamaçi dhe Amarda Toska, Arbana Osmani dhe Eduard Krishaj, Bora Zemani dhe Donald Veshaj, Qiljeta Qilaga dhe Alban Hoxha, si dhe Venera Lumani dhe Lindi Islami. Ndërsa në rastin e ish çiftit Sara Hoxha dhe Ledion Liço, edhe pse shpesh janë përzeptuar si moshatar për shkak të stilit të tyre modern, në fakt Ledioni është 10 vite më i madh se Sara.